5 nëntor 2025. Është dita e mërkurit dhe ajo hënë së plot. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shule. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Që nga një ditë përpara ndikimet do të jenë në përgjithësi më të buta dhe pozitive. Duhet të kemi disa kënde të cilat do të na mbështesin për të ndjerë më të sigurt dhe si lidhoj të krijojmë një stabilitet në marrëdhëniet tona, po ashtu dhe në anën tonë ekonomike. Do të kemi një fuqizim të dukshëm të perceptimit që kemi në lidhje me përgjegjësitë tona, dhe kjo normal që do të ndikojë në mënyrë pozitive. Mënyra më efikase për ta përdorur këtë ditë është të përqendrohemi tek krijimit janë personale, të rishikojmë edhe një herë të gjitha investimet që kemi bërë si në lidhje me anën materiale, po ashtu dhe me kohën, sepse përfitimi që do të vinë nga këto do të mund të shtojmë edhe më tepër. Çështjet sentimentale gjatë kësaj dite do të kenë një avantazh vërtet shumë të madh, duke qenë se do të kemi një nxitje për të komunikuar më hapur, që detyrimisht ndikon në mënyrë pozitive. Të reagojmë në mënyrë të vetëdijshme është gjithmonë e domosdoshme, por gjatë kësaj dite, nëse vëzhgojmë mirë situatën, kemi një aftësi vërtet geniale për të perceptuar se cilat janë detajet që mund t'i përdorim për të krijuar një mirëqenie. Jemi shumë optimist, por kjo mund na shtyp pak edhe në eufori, prandaj duhet të jemi të kontrolluar, ndërkohë që për sa i përket teknologjisë, gjatë kësaj dite duhet të jemi të kujdesshëm. Në këto momente mund të kemi sulme kibernike, prandaj dhe të gjitha informacionet tona personale, të cilat ekzistojnë në internet, mund të jenë në rrezik. Si rrjedhoj, duhet të marrim masa për të shtuar sigurinë e tyre. Të gjitha telefonatat, mesazhet, emailët, të cilat vijnë nga burime të panjohura, do të këshilloj që të qëndrojmë larg. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.